Ai është Qabe, është pjesë e Qabes, kohën e Ibrahimit ka qenë pjesë e Qabes. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thoshte më vonë pas e bo pejgamber, sikurse mos të ishin populli të jashtë, pra këta arab të Mekës, të rinë në Islam, do ta kisha rënuar Qaben dhe do ta kisha ndërtuar në themelet e Ibrahimit alayhi salam, pra edhe hatimin Hijr Ismailin me futin te. Ajo pjesa që shefte se në për internet apo në televizion, se është e rrëthuar me një muri të shkurt, ku drejtohesh prej derës së Qabes në të djathtë të Qabes, ai në fakt është Qabe. Ai është Qabe. Është pjesë e Qabes, kohën e Ibrahimit ka qenë pjesë e Qabes. Kohën e Ibrahimit ka qenë pjesë e Qabes. Por më pas, në kohën e ignorancës, para dërgimit të pejgamberit Muhammed për pejgamber alayhi salatu wassalam, siç thon librat, të gjitha librat e historisë, Qabeja është rënuar, është dëmtuar, pjesë e madhe e saj, shkak të vërshimeve. Pastaj jenë mbledhur krerët Mekkas dhe kanë thonë kjo është shtëpia e Zotit, e ka ndërtuar stërgjyshi jon Ibrahimi alayhi salam, dhe ne banorët e Mekës e kemi emanet me përkujdesur për te. E që nën kupton, duhet ta ndërtojmë mirë, ta ndërtojmë deri këto ranë razi, por si nda ta ndërtojnë dhe çfarë të bëjnë. Ata o konsultuan gjëra gjatë për këtë çështje dhe morën vendim se ai i cili ka para halal me njerëz le t'i qetë mënyrë vullnetare për të ndërtuar Qaben. Ai që nuk ka para halal mos qetë, sepse nuk duam që shtëpia e Zotit të ndërtohet me para haram. Imagjinat në atë zaman, në atë kohë, ku ata nuk e besonin Zotin hak, ishin pagan, idhujtar, mushrik, nuk lenin zez për ba, por me gjithate e dinin mirë se qka është pare halal, pare haram. Qa është me njerëz, qa është pa njerëz. E dinin mirë se me pare haram të Zotin nuk mundesh me afru, ibadet nuk mundesh me ba, e këta dënin që të afrohen të Zoti në përmjet ndërtimit të Qabes, respektivisht në përmjet të financimit për ndërtimin e Qabes. Dhe mbledhen pare sa mbledhen, ceket gjithashtu në librat e historisë, së shku në Gjidde dhe e gjetën një anije e cila ish këshin përplas valt dhe këshin hudh në Bregdet, i mërën drasat e sajna dhe erdhen dhe e ndërtuan Qaben. Por, kur erdhi që të hatimi tash, qatë pjesë që është Qabe shtash e ndërtuan, por këtë pjesën tjetër s'patën pare halal me njerë, s'patën haram, pa ta bën që të në kusht, vetëm pare halal. Nuk patën pare halal dhe mbeti. Thanë kjo le tjetë që shtëpra. Ja me pare halal, ja nuk ndërtoj meq. Erdhi pejgamberi, alayhi salatu wassalam, se pejgamberi atë kohë ka qenë fëmi, në fakt ka qenë i ri, sepse mendohet që ka pas 35 vjet kur është ndërtu Qabja, kur është vu guri i zin Qabe, pas rënimit saj nga vërshimet. E që i bje nuk ka fëmi, por ka qenë i ri, por fjala para se me qenë profet, alayhi salatu wassalam. Dhe mbeti që aje pjesë pa ndërtu, jashtë Qabes. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thashte më vonë pas e bo pejgamber. Thashte dhe Aisha transmeton këtë hadith është Bukhari. I thot Aishës, sikurse mos të ishin populli të jashtë, pra këta arab të Mekës, të rinë në Islam, do ta kisha rënuar Qaben, do ta kisha rënuar për tokë Qaben, dhe do ta kisha ndërtuar në themelet e Ibrahimit alayhi salam, pra edhe hatimin Hijr Ismailin me futin te. Dhe do ta kisha ullur derën për tokë,
rash me tokë, se dera ka qenë rash me tokë, por me kaset edhe kanë pas 2 dyrë, me hy edhe me dalë, kohët Ibrahimit. Me kaset që ka bënën, njënën derë e mshelen, për derën tjetër që është edhe njohur, e lanë hapur, ama nuk e lanë për tokë, shtrit me tokë, rash me tokë, që me hi se cili, por e ngritë e naltë. Në një mënyrë që mëse mujtë kush me hy pa ja afru shkallët. Me këta ta sënënin që njerëzit të cilët duan të hynë atje, në qabe, më falë, duhet marrë leje para prake prej krerër me kasë. E leja kushton me lek. Pra bënën me hile atë punë, bënën me hile, por ashtu e bënën ata. E pejgamberi tha Aishës, po mos kisha frikë pe popullit tënd, mos kisha frikë se po dalin pe feje, thënë Muhamedi po lum në qabe. Njerëz naiva, gjahila. Do ta kisha rënuar qaben, do ta kisha ndërtuar në bazat themelit e Ibrahimit alayhis salam, ala qawaid Ibrahim, do të kisha bërë 2 dyrë, një derë me hy dhe një me dal, dhe të kisha bërë derën rash me tokë. Tamam. Kështu që kjo pjesë është qabe, për ata, por nuk e bëri, a i bekuar. Për ata tavafi me hymra në ata nuk pranohet. Andaj edhe policia nuk lojnë me hy, ata që e një rama atë trup. Nuk lojnë, sepse nuk nëmrohet tavafaj. Do të mi sjell qabës në mes, jo me sjell qabës rreth, jo me hinë mes qabës. Nuk nëmrohet tavaf.